Për ta përmbledhur tani me dy fjalë domethënë. Këto po ecin me ritme të shpejta. Globalizmi, ekumenizmi, gjithë këto skemat, gjithë këto gjonat po i japin gaz. Agenda duan që ta arrijnë 2030-ën. Por kam dëgjuar që prandaj do thënë Turin. Edhe 2030 prapë është larg, po më duhet të flitet që tani shumë shpejt 2027 siç kanë një plan ato. 2027, 2030 nuk e arrisin këta. Çfarë do të bëjnë 2027-ën? Çfarë flitet për që për një vit çfarë do bëhet? Jo, këto ecin, duan të kalojnë digitalizimin, po do ngeci shara ngosht planit A, e do detyron të kalojnë në planin B. Pra kjo lufta do të ngeci ngosht. Digitalizimi do ngeci. Digitalizimi do ngeci do. Ja, zoti që do ngeci, do humbisin shumë shpirtra. Edhe do aktivizojnë planin B. Prap luftën. Është duke ecur. Edhe lufta. Është duke ecur, po është paralel. Sa po të ngeci kjo do dali direkt kjo përpara. Po çfarë do e ngeci këtë digitalizimin? Si duket sikur ka ngec lufta edhe po ecën digitalizimi, por ti po thuaj që do ngeci digitalizimi? Doli para digitalizimit. Digitalizimi tani, Tani janë duke u reformuar, duke marrë ripozicionim. Kjo e sot për shembull, se sot është e martë, ne jam mërkurën në YouTube. Sot për shembull kanë qarkulluar disa lajme që thonë që Irani tani ka filluar të godasi prapë këto vendet arabe. Po nuk pushon ajo situatë atje. Nuk pushon ajo. Ta kemi të sigurt vath në vesh, ajo atje do jetë shkaku që do përhapet kaosi gjithandej. Ajo me Iranin, ta dini. Nuk i doli me Ukrainën, po me Iranin do i dali. Do i dali me Iranin, që të përhapi kaosi. Që do përhapet, po do kemi një krizë ekonomike nga Koriku, sipas ekonomologëve të mëdhenj të Amerikës, do kemi një krak ekonomik, do me thënë do zhvlerësohet paraja gjithandej, do filloj varfëria, uria, lufta e tretë. Pse para këtyre dy të parave ka pasur uri, pastaj erdhi lufta. Do filloj do zhvlerësohet paraja. Do zhvlerësohet paraja në korrik. Po. Në korrik sipas tyre që ka filluar tani po shumë e afërt, për 2 muaj domethënë në korrik do zhvlerësohet paraja. Ndodhi krizë, banka plot do falimentojnë. Njerëzit mund të bllokojnë dhe ato llogarit bankare atje dhe mund mos të tërheqin. Ku? Në ç'vend? Do filloj pjesë. Disa banka janë falimentuar në Amerikë dhe po falimentojnë atje është shumë kollajt ndodhi vende të tjera. Edhe do bllokojnë llogarit bankare. Edhe do i fusin një justifikim fuqishme, jo se kanë ngrirë sistemin, nuk kemi çfarë të bëjmë. Kanë për të humbur njerëzit qimet e kokës. Edhe sidomos ata që janë shumë paradashës, ato kanë bërë një fluturim kështu. Me gati pestë. Pastaj ajo do shtrëngësohen ushqimet, edhe do paksohen ushqimet, do vi uria, lufta e tretë. Mbas urisë madhe të përgjithshme do vi lufta e tretë. Që do i vëj kapakun. Do zjasja se do zjasja. Këto do ndodhen tani shpejt brenda 2027-s. Po. Do nisi tani me 26-ën, do ja përfundoj 2027. Prandaj 2030 harrohet i. Po tani në korrik thotë të ndodhi kjo? Po si ka mundësi jo? Se ne kishim menuar për me shku ky koncert i këtij Kanye West, që është me një më të korrik që do vi këtu në Shqipëri. Kanye West. Do shkojmë ke Kanye West apo jo? Do arrim të shkojmë dot ke Kanye West, ke këtë merakun kisha. Tani ndodhet çat ndodhi mrapa, vetëm të shkojmë ke ky koncert i Kanye Westit, që është me 11 korrik këtu në Shqipëri, pastaj le të fillojnë to hallet çfarë janë gjonat. Mjafton të kënaqemi me shfaqjen e Kanye Westit, Se çfarë mendimi keti për këtë organizimi që bëhet, që të vi Kanye West në Shqipëri? Duhet parë që se çfarë çmimi do ketë bileta herë, se ka shumë. Varet nga 99 euro deri në 1000 euro. Deri në 999. Pse 99 euro? Po kështu më kanë këto janë to. Nisë çfarë mendimi ke për koncertin, pastaj dalim pak edhe ke Kanye West. Asi gjë, por si duket pas kërkesa këtu për atë si artist që është, edhe sjellin këtu po. Nëse artist është, mos e thuash, artist është realisht. Derisa marr vesh pak edhe muzikë. Nuk është një talent i madh. Po ky para ca kohë. Flasim si personazh domethënë, përveç pjesës së artistit, të këngëve e gjërave, se nuk mund të hyjmë ne ta diskutojmë të paktën në këtë lloj emisioni që bëjmë ose këtë bisedë që bëjmë, podcast që bëjmë ne. Por të flasim pak për qëndrimin e tij që ka pas gjithmonë ndaj këtyre sionistëve, ndaj frymës tyre, domethënë. I ka godit me këngë, me qëndrime, me gjëra. E thoshte pak a shumë ato që diskutojmë ne këtu. E pati një moment dobësie. Jo, mendoj se zgjim ajo që posoi ai atje, një moment epifanie aty ai dhe do filloj tani të tregoj gjëra
edhe ju fut kësaj pjesës që merren konspiracionistat më shumë. Po? Konspiracionistët janë ata që zbërthejnë konspiracionin, mos e merrni si fjalë keqe, sepse është fjalë që e kanë dëmtuar ata, po. Edhe ky tani pati këtë reagimin që filloi vendosi edhe ky të bëjë ca zbulime tani që ata janë të këqind, ata komandojnë botën, e kapi me këta rabinët ai, e Izraelit, të rabinët e kaçurelcat me të kapelin. Edhe pa pritur aty pa që karriera e tij mori shkret për poshtë. Nuk po bënte dot as albume, nuk kishte më aq shumë ndjekës, ju sabotu gjithë shkaktit. Edhe e kuptoj se nga i erdhi pikërisht nga ata që ky po kishte vendosur të sulmonte. Edhe kur e shohim pasaj mas disa ditësh, një ditë bukur atje, po i qëndronte kështu si nuse një krye rabini atje në Izrael, i puthi dhe dorën, i mori bekimin gjoja atje, edhe nga momenti që ai kërkoi falje publike, se edhe ato epifanit i kishte në publik ky, edhe faljen e dha në publik, ja kërkoi atit krye rabinit, edhe nga një moment pasaj gjë u normalizua. Po duhet të ndodhë në publik ajo skena, për të dhënë atë mesazhin që nëse ka ndonjë nga ju që do të bëj heroin, edhe të mendoj se do sillin ai ndryshime dhe mendon se është dikush i duke na ekspozuar neve, ta harroj, sepse do asgjësohet. Neve komandojmë. Ne kemi para në dorë. Edhe kështu bëu djali mirë ky pastaj. Tani se do vi këtu, nuk e di se do vi këtu në Shqipëri, mua ajo që më bën çudi është vetëm data. Pse? Ajo data me 11 korrik. Ajo 11 është numri preferuar i këtyreve satanisto, misticisto, masono këtyreve fshinjve. E kanë shumë qejf atë numrin 11, pse ka një domethënie 11, se ka qenë një kohë më amen që shpjegoshim numrat. Po, 11 më kujtohet, ka një domethënie janë identifikon ose personifikon domethënë. Ajo numri 11 janë që simbolizojnë dy kollonat e portës. Dy kollonat. Që është templi i Solomonit, është hyrja, ka dy kollona anash, majtas djathas. Të njëjtë atë gjë që simbolizoshin edhe dy kullat binjake. Edhe është një 11. Që i rozun me dinamit nga poshtë edhe e bën me siguri avion letre. Me projektora, me kështu me çka quhen ajo. Edhe pra 11-a, atë 11-ën e ka pasur prej vitesh që kanë pasur makinat e policisë në Amerikë. Po. Edhe shikoj në për filma atje kur rrezikon dikush, I'm gonna call 911, thoshte. Do i marr telefon 911-shin. 911-shin. Ka qenë prej vitesh, domethënë 11 kur anë kullat? Me 11 shtator. 11 shtatori. 2001-shin. I 2001-shit, kanë qef atë njishi, jashtë njishi, the one, ai njishi që do të cilin këta. Edhe ishte prej vitesh që kishte makinat e policisë 11 shtatorin. Prej dekadash edhe kur ndodhin në 2001-shin pastaj. Domethënë ato sikur po ta thonë që neve kemi këto bëjnë plane para se të ndodhin, afatgjate. Po kjo tani ka domethënie që ky këtë e ka nisi tur, domethënë, por në disa shtete e kanë bllokuar, nuk e lejojnë që të futet. E kanë përzënë, domethënë. E refuzuan, ëh? E kanë refuzuar. Franca, Anglia, ashtu, ëh? Polonia, disa vende të tjera, domethënë nuk e lejojnë të. Madje në Angli nuk e lejojnë fare të shkojë. E po atëre bëhet fjalë këtu që nuk është diçka thjesht kështu e pafajshëm, spektakël i pafajshëm, diçka qëndron nga pas. Ka për këtë po them, prandaj them. Pas kanë marrë parasysh si rrezik dhe kanë refuzuar. Kurse ne si gjithmonë, aty ngjujnëve, çfarë do që na vi, atë parë që e pranojmë. Nuk e di tani çfarë mund të bëjmë këta këtu, se s'kam kërkuar shumë. Po ato koncertet e tjera që kanë këtu në plan atje me datë 11 i ka në muaj të ndryshëm, jo, i ka me data tjera kanë përshtypjen. Kurse këtu ka me 11. 11 e ka këtu. Madje kjo doli kështu si pa plan kjo në Shqipëri, për shkak se kishin refuzuar duket në një shtet tjetër që ka qenë po kjo datë e refuzuan nga ishte am duket anë Italia, një vend tjetër më duket, nuk e di, ndoshta nga ata që ndjekin videon do e saksojnë. Pra datën që kishte për një vend tjetër, 11-ën e kishte datë vend tjetër. Po e refuzuan atje dhe e sollin në Shqipëri 11-ën. Duket se ka pas në Itali, po e refuzuan në Itali dhe do e bëjnë në Shqipëri datën 11 koncertin.
E nëse ndoshta kjo është koincidencë, megjithëse Pra ti duhet dal te kjo. ato nuk luajnë me koincidencë. Kanye West ti mendon si po përdoret nga këta? Po sigurisht që përdoret. Çfarë është Kanye West mos përdoret? Është një kështu ore, shumë pak vete kanë dalë atyre nga kthetrat. Një Mel Gibson i doli nga kthetrat. Po mirë, nuk është një Mel Gibson i dytë Kanye West? Nuk mendon që mund të jetë një Mel Gibson i dytë? Po jo, po shiko, po dhanë sinjal ata që ai po i bëri atentatin me sulmu atyre kaçurelsave, ata të fshin direkte, kurse Mel Gibson nuk i bën dot asgjë gjë se është komplet i pavarur. Nuk mund ta mbajnë nga askund, ai nuk është se po bën ai karrierë tani, ai edhe filmat që bën i financon vet. Nuk e ka nevojë fare këta. Po ti, si ja bëjnë dot shutdown atij për shembull llogarinë siç e bën këtij Kanye Westit që mëna natës ja zerrun komplet se i zbet dot i kafe. E po ky është peshk i vogël, po do të më bëj si peshka qen ky Kanye Westi. Edhe çdo gjë i varesh prej këtyreve. Mel Gibson i ka marrë parasysh të gjitha se ai është ujk i vjetër. Ka dalur nga Hollywoodi. Di shumë se çfarë funksionon atje. Ai ka thënë madje që atje nuk arri prap ta bëj diferencën midis Mel Gibson dhe Kanye West ose të ngjashme të tyre. Pra se kemi dy raste të ndryshme. Njëri që vazhdon nuk i bën gjë dhe tjetri që bënte diçka, ato e kapën për veshje dhe ti thu që po i përdorin. Po pastaj kemi edhe këtë tjetrën. Kanye Westi është tip kështu olla, misticisti, merret me këto kabalat dhe këto me radhë. Kurse Mel Gibson është i krishter. Madje tani herën e fundit ishte në një manastir në Malçenjt. Malçenjt është përballë me Selanikun. Janë 20 manastira aty. Sepse do shkonte të merrte informacion për të bërë pse se vrasin këta Mel Gibson për shembull? Pse se asgjësojnë? Kur janë kaq të fuqishëm. Po tani shiko, ata vërtet mund dhe të vrasin të ta zgjesojnë. Siç kishte pyetur njëri më për atë që thua ti aty te pisku thot ka ardhur një kërcënim tha. Po jo skari thash. Po edhe sikur të vim plasim më thash. Nuk këta vërtet mund ta bëjnë atë dëmin, ta çojnë deri në fund me të marrë dhe jetën. Po është edhe Zoti atje lart që vepron këtu poshtë. Pse mund të kemë bothu ti Mel Gibson? Shpeshher i pengon ai ata kur nisen me të bot dëm ty. Shpeshher ja prish planet atyre. Deri tani e kena thënë para 20 emisioneve. Deri tani ja ka prish planet që nuk numërohen disa herë. Ja ka prish Zoti planet djallit. Nuk numërohen. Gjithmonë i nxit disa pengesa. Kështu ndodhe në rang, siç ndodh në një rang një vendi që do ta mbrojë, kështu mund të mbrojë edhe një person tek pull. Të vetëm. Tek apo pull. Tek pull. Po mirë vetëm apo tek pull është ajo? Amali. Të mbron olla dhe po të mbrojtja ai le të tentojnë sa të duan ata, pa pritur diçka nuk do i shkojnë mirë në moment fundit. Besoj këto gjërat. Vepron Zoti i fuqishëm madje. Ku, mund të më thotë besoj këto gjërat? Jo, kur ta them ty. Jo, unë patjetër që i besoj herë, po puna është që ti thua pra është Zoti që e pengon në rastin konkret. Okej, unë se vetë diskutim që është Zoti. Po deshë të mbrojë, e gjithë ferri të mblidhet, nuk mund të preki dot. Pra ti thua që ka qenë rrezik jeta e këtij Mel Gibsonit. Kanë tentuar ato që ti bëjnë diçka, ti japin mesazhe, ta ekzekutojnë, ta vrasin, ta fshin, ta bëjnë